Vetë me avokatie për rastin konkret nga ana jonë? Pyetje kam të, nuk besoj. As unë dhe as kusht tjetër nuk ka hyrë në përmbajtjen e rastit. Por, ky rast ndryshon nga rastet e tjera sepse ka ardhur tek ne. Pra nuk është një rast në rrugën e pushtetit gjyqësor, të cilin, si shumë raste tjera, pushteti gjyqësor, në këtë rast prokuroria, e ndjek pa pasur nevojë të ndaloj në derën tonë. Apo jo. Dhe kur rasti vjen në derën tonë, flas të pushtetit legislativ, atëherë pushteti legislativ duhet shprehet. Nuk është noter i prokurorisë. Këshilli i mandateve nuk është një zyrë noterie, është një quasi gjykatë. Quhet. Dhe parlamenti nuk noterizon kërkesat që vinë. I merr, i shef. Dhe nuk do doja në fakt ta kishe përmendur ato 16.000 faqe me prova. Se ajo më provokon. Më ka provokuar që ditën e parë. Po t'isha unë në këshillin e mandateve, do t'i thosha atyre që erdhën, çoni, ikni dhe kthehuni me një dosje për Parlamentin e Shqipërisë, për deputetët. Nuk mund vini këtu me 16.000 faqe që i quheni prova. E dini ju që janë ato 16.000 faqe? Pyes për kuriozitet, ju e dini që janë 16.000 faqe që janë aty? Nuk janë absolutisht produkti i hetimit. Se s'ka si t'jenë produkti i hetimit. Nuk ka si t'jenë produkti i hetimit. Janë 16.000 faqe ku janë futur brenda kontrata, studime, ndonë arkivi i ministrisë futur brenda. Futur brenda. E kemi bërë paktin bashkë, apo jo? Mirësjellja jote është garanci për ty që unë do t'i përgjigjem pyetjes tënde pas një hezitim. Mos më ndërhy se nuk jemi në miting këtu. 16.000 faqe janë një vandak me dokumenta zyrtar. Dhe kjo është afërmendsh. S'ka nevojë fare ta shohësh. USB-n e sjell nga prokuroria nuk e ka tërhequr asnjë deputet i Partisë Socialiste dhe nuk e ka tërhequr as ministria, avokati. Që t'jemi shumë të qartë. Për të mos krijuar asnjë shteg që pastaj të tjerë thoni që janë nxjerrë këta ato. Kështu që nuk kemi të bëjmë këtu me ndryshim qëndrimi, këtu kemi të bëjmë me një qëndrim të duhur, shumë korrekt nga ana jonë, sepse rasti vjen në parlament. Dhe përpara se të vinë në parlament, rasti erdhi u fut në territorin e pushtetit ekzekutiv brutalisht me një kërkesë skandaloze për pezullim e pandodhur në historinë e botës. Tani mund ta them me plot gojën sepse e kemi kërkuar gjithandej. Nëse ka një të dytë, nuk ka. Nuk ka ndodhur as në Europë, por nuk ka ndodhur as i vend botës.
që të mblidhen bashkë një prokuror dhe gjykatë dhe tonë pezullohet ky ministri se kështu kemi vendos ne. Kështu që erdhi aty një rast. Dhe duhen mbajtje qëndrim patjetër. Mbajtëm qëndrim institucional, shkuam në gjykatën kushtetuese. Dhe për këtë në parlament do të mbajmë patjetër qëndrim. Nuk diskutohet. Por me që u bë pyetja e dytë për këtë, prap, dhe me që pyetja e tretë jam i bindur 10 prap për këtë, flas për temën spaku. Shqipëria ka kaq shumë gjëra të tjera që ndodhin dhe që bëhen, në ndërkohë që po ju them disa gjëra që nuk i gjen në asnjë nga tenxheret politike dhe mediatike dhe që njerëzit nuk i dëgjojnë. Po ju them që Shqipëria është vendi më skandalos i gjithë komunitetit të